Ndërkohë që shumë kush i preferon që mas diteve me dalë dhe me shiu një kofe, një qaja, një gjonë nëpër lokale, unë gjithmonë preferoj qëndrimin në shtëpi. Pasi që edhe puna gjatë ditës nuk na le që të jemi të pranishëm te shtëpia. Ik edhe natën kjo i bie si thon me kthej shpojt në hotel, edhe është edhe tjetra se edhe familja e don atë përkushtimin e vet, pasi që familja është më e rëndësishme se lokali, kofja, qaja që do me pi atje. E sidomos kur presim në i pul kështu. Më shijon shumë një gotë me lang pule, po ku ka këtë që të bën veç mira. Po ma mirë se një gotë këtu e shijon. Edhe në shoqërinë e familjes këtu. Çdo gjë duket edhe më e mirë edhe ka shije më shumë se sa ka në të vërtetë. Qoftë edhe ki lang i pulës këtu, ose ndonjë çaj ku e bëjmë kështu me çaj që mbledhen në mal, e me kaqe, me çaj janë këto gjanat që i bëjmë na në katon kështu, tonat natyrale. Gëzuar. Dhe si mas darkës që tash edhe mas si hangëm darkë këtu te shtëpia, po jena unë përballë televizorit të shiu filmin me të cilin jena arrejt, Rocky Balboa, se edhe kishna kohë pa e po, edhe për me shimat langin e pulës edhe atë darkës që se na bën edhe lang i rasti. Film edhe lang rasti që thonë, gëzuar, ju vazhdojmë rrimin në lokale. Ne vazhdojmë po lang rasti.